Horoskopi ditor e mart 3 shkurt 2026. Dashi, ditë për vendime të rëndësishme. Financat kërkojnë kujdes. Dashuria sjell surpriza të vogla. Shëndeti i mirë. Demi, riorganizim i financave. Dashuria e qetë, afërsi emocionale. Shëndeti i qëndrueshëm. Binjakët, njohje të reja dhe biseda interesante. Kujdes me shpenzimet. Dashuria në fokus, shëndeti në ekuilibër. Gaforja, vendime të mençura dhe stabilitet. Dashuria sjell afrimitet. Kujdes me stresin. Luani, energjia ju bën të dalloheni. Dashuria sjell emocione pozitive. Financat të qëndrueshme. Shëndeti i mirë. Virgjëresha, organizim dhe qetësi sjell sukses. Dashuria në harmoni. Kujdes me shpenzimet. Shëndeti i mirë. Peshorja, ditë sociale dhe njohje të reja, dashuria aktive, financat stabile, shëndeti i mirë. Akrepi, intuita ndihmon vendimet, dashuria sjell emocione të forta, kujdes me financat, shëndeti i qëndrueshëm. Shigjetari, energjia dhe aventurat e vogla të këndshme, dashuria mund të sjell takime të reja, financat stabile, shëndeti i mirë. Britsjapi, përkushtimi sjell rezultate, dashuria kërkon komunikim, financat në kontroll, shëndeti i mirë. Ujori, ide të reja sjellin mundësi, dashuria aktive, kujdes me financat, shëndeti në ekuilibër. Peshqit, momente të qeta dhe harmonike, dashuria sjell ngrohtësi, financat stabile, shëndeti i mirë. Mos harroni të na bëni subscribe në kanalin ton.